informacioneve tona. Do të flasim tani dhe do i rikthehemi pikërisht zhvillimeve politikeve, zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, fjalimit të djeshëm të kreut Partisë Socialiste. Njëherë është kryeministër i vendit Edi Rama, i cili paralajmëroi në fakt një fortunë ndryshimesh si në kabinetin qeveritar, ashtu edhe në grupin parlamentar, por dhe deklaratat e opozitës, qëndrimin e zotit Berisha që nuk i njeh zgjedhjet, por që me sa duket Partia Demokratike do të shkojë në kuvend në muajin shtator. Për të zhvilluar një intervistë kam gazetarin dhe analistin Ben Andoni. Andoni, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe mirësëgjej. Andoni, deklarata e djeshme për post të tjerave, sepse ishe i fjalimi gjatë i kreut Partisë Socialiste dhe ju e keni ndjekur, ashtu si që kam ndjekur edhe unë, më bëri përshtypje për post etiketimin ndaj opozitës, fitores e tjerë dhe numrave 81 mandate, më bëri përshtypje, paralajmëroi një fortunë, po i quaj unë, ndryshimesh, si në kabinetin qeveritar, ashtu dhe në grupin parlamentar. Duket sikur Edi Rama po e ndryshon, le të themi, ashtu si që ndryshojnë pjesë të listës së mbyllur dhe duke futur deputet të ri, po ndryshon tashmë me sa duket edhe mekanizmat edhe në kabinetin qeveritar? Shikoni, çdo mandat, ju e dini që ka nevojë për një ekzekutiv i cili të parashikojë dhe të bindet atyre projeksioneve që ka kryeministri i vendit. Patjetër që do ketë ndryshime. E para sepse ju e dini që mbetët, sidomos ke partitë e mëdha, partitë që fitojnë, janë jashtëzakonisht të mëdha, pritshmëritë janë shumë të mëdha. Dhe ndërkohë, nivelet e dyta, nivelet e treta janë shumë pakënaqura. Ashtu siç duhet të them, pjesa e deputetëve që nuk fituan janë, të themi, me deziluzionin shumë të madh të kontributit që kanë dhënë dhe rezultateve që morën. Por zoti Rama duket që problemin më të madh tashmë ka që nuk ka përballë një opozitë reale që të merret me të. Opozita po mbet kohë jashtëzakonisht madhe me, të themi, atë që ndodhi me zgjedhjet. Personalisht mendoj që zgjedhjet kanë pasur probleme, por të atij niveli që mendon Partia Demokratike, mendoj që janë të tepruar. E para sepse nuk mund të justifikosh ato lista zgjedhore që bëra dhe kuadrimin tek pjesa e mbyllur me pjesën e hapur për të gjetur fajet vetëm në pjesën tjetër. Dhe ndërkohë me këtë lloj sjellje Partia Demokratike po hedh balte edhe mbi komisionerët e vet. Një pjesë e tyre janë pjesë e rezultateve të cilat janë mirë kuptuar edhe me palën tjetër. Por duke hedhur ke zoti Rama, ky është fjalimi i dytë, të themi, i madh i zotit Rama mbas fitores, ishte fjalimi ceremonial. Po. Në mendimin tim, fjalimi ceremonial i vitit 2021 ka qenë më i mirë, më i thellë, më i arsyeshëm, ndërsa fjalimi i këtij viti ishte një fjalim kaotik. E para sepse vetë zoti Rama nuk mund ta besonte këtë lloj fitore të madhe. Dhe dyta është ai shqetësimi i madh që zoti Rama, ashtu si zoti Berisha, nuk jetojnë dot pa tension. Tashmë zoti Rama nuk ka më tension. I vetmi tension është kjo zvarritje që po bën Partia Demokratike dhe, të themi, ato gafat që zoti Berisha prodhon tashmë në mënyrë institucionale nga dita në ditë, se sa realisht atë që Partia Socialiste priste që të kishte përballë vetes. Unë besoj që zoti Rama duhet të shpiki tani pjesë opozite brenda partisë ose të pakënaqur brenda partisë në mënyrë që të gjejë një lloj motivi për veten e vet. Ju dini Shqipëria ka hapur hapi grup kapitullin e tretë, janë hapur 18 kapitull gjithsej. Pra mendoj se do të ketë një kabinet me teknicient, duke u nisur nga fakti që janë hapur dhe grup kapitujt? Shikoni, jo, ajo duhet vetëm pjesa e cila merret me integrimin. Dhe ju e dini që është një nukëll që unë nuk besoj që zoti Rama do e lëvizi. Ju e dini është zëvendësministri i drejtësisë, është zonja Dhuli që ka strukturën kryesore që e drejton. Janë dhe 2-3
zonës ministra të tjerë që merren me elemente teknike. Kjo jam dakord, Andoni, e kisha në sensin që për shembull ministrat e ri do jenë ministra me staturë politike, për shembull, që kanë qenë apo janë deputet, apo do jenë që vinë nga fushat ndryshme, si që është për shembull ministri i financave i cili u zgjodh së fundi, edhe deputet që nuk është se kishte një vinte nga politika apo dhe ministri i brendshëm zoti Hoxha. Shikoni, të dyja këto ministri janë ministri të cilat tani e tutje do ballafaqohen me rezultate. Dhe ata rezultatet i morën në momentin që mbyllën mandatet. Që duhet të them, kaloi buxheti i shtetit, megjithëse buxheti i shtetit duhet ta mendohej shumë më tepër. Ashtu si Ministria e Brendshme realizoi mbylljen e votimeve. Të dy këta ministra në mendimin tim e kanë mbyllur atë pjesën e tyre. Në qoftë se zoti Rama do i japi sërish një mundësi tjetër, kjo varet nga zoti Rama. Kemi një problem shumë madh në Ertil, që zoti Rama nuk është se vepron me ndonjë logjik të cilën ti mund ta lexosh që në fillim. Zoti Rama lëviz shumë me improvizime. Dhe me këto improvizime besoj që do edhe ekzekutivi i ri. Do kemi emra të cilët do të rreqin vëmendjen e publikut, thjesht për ta kundërvënë ke kjo pjesa e Partisë Demokratike, e cila do merret me pjesën e votimeve. Por keni parasysh që thjesht momenti që Partia Demokratike ka pranuar që do jetë në parlament në shtator. Po nuk i njeh zgjedhjet. Por në momentin që je në parlament, nuk ka rëndësi se si artikulohesh. Rëndësi ka prania atje. Në momentin që ti betohesh, i ke pranuar zgjedhjet. Pastaj mënyra se si sillesh me zgjedhjet është diçka tjetër. Por më besoni për këtë që nuk është e largët dita që do filloj presioni nga brenda ke Partia Demokratike për të kërkuar përgjigje dhe mbi të gjitha për të kërkuar një leadership të ri. Nuk mund të vazhdojnë më ashtu me... Pra ju mendoni se mund të ketë lëvizje të brendshme në Partinë Demokratike? Patjetër. Dhe kjo unë besoj që do filloj nga rrethet. Rrethet nuk besoj që ta përballojnë më Tiranën në këtë mënyrë që të tallet në këtë formë që është tallur deri tani Partia Demokratike me ata. Nuk mund të vazhdojmë më kështu. E para sepse përballë ju keni parasysh që mos u çudisin që zoti Rama të shpalli zgjedhjet e parakohshme në Tiranë. Po, për bashkim. Në qoftë se zotit Velia do kalohet dosja e tij për gjykim. Dhe ndërkohë Partia Demokratike gjendet përballë faktit kryer që duhet të luajë me të gjitha bateritë që të kthejë bashkinë më të madhe të vendit. Sfida më e madhe. Dhe nëse ata veprojnë në këtë mënyrë dhe ju keni parasysh atë kanë filluar kriza e brendshme, domethënë vjet në dyshim mandati i zonjës Tabaku. Ju dini që do ketë probleme për plasje të mëdha ke djathta e zotit Sheaj me investime shumë të madh që ka bërë me votat e zotit Ali Mehmeti, i cili i është dashur të mbledhë çdo vot për mandatin e tij. Sot Berishën e shikoni më të fortë politikisht, sepse në fundit grupi parlamentar është pothuajse ai listës mbyllur, janë emra që janë vendosur nga vetë ai. Shikoni, zotin Berisha është thjesht më i mbrojtur për kauzën e vet, për çështjen e vet. Por zoti Berisha është gjithmonë më i dobët, Partia Demokratike është gati drejtshuarës. Ky është lajmi më i keq për njerëzit. Unë besoj që brenda Partisë Demokratike do fillojnë lëvizjet e brendshme që të kërkojnë një formacion të ri, krejt ndryshe për zgjedhjet lokale. Uroj që dhe Spaku t'japi një dorë me këtë rast, që përveç goditjeve të smajtës, tashmë të filloj goditje potenciale e djathta. E para të liroj listat, po e dyta, çka është më e rëndësishme, t'u japi të kuptoj që edhe ata janë të dënueshëm. Nuk mund ta mbash peng kështu Partinë Demokratike me një lloj retorike që përdor zoti Berisha, që është jo thjesht e pravambetur, por që nuk të çon asgjë kundër. Është i vërtet pretendimi i tij për problematika zgjedhje,
por duket që problematikat janë të dyanshme. Dhe në momentin që nuk ke mundësi ti provosh, unë mendoj që kjo tirada e zotit Berisha po kthehet jashtëzakonisht e lodhshme. Andoni, unë të falenderoj shumë për këtë analizë, ishe kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Ishim me Ben Andonin, gazetarin dhe analistin, në këtë intervistë drejt për drejt, shkojmë në një hapësi të shkurtër publicitare.